për integrimin e saj në Bashkimin Evropian. Në Shqipëri sot, të gjitha pushtetet janë në dorë të një njeriu. Edi Rams, mbi 88% e 220.000 të zgjedhurve dhe temëruarve në administratën shqiptare i përkasin partisë shtet. Edi Rama, për të marrë mandat e 4, burgosi dhe vendosi në ndjekje penale në vitin elektoral pa asnjë fakt penal, liderët e partive kryesore opozitare, qeveritar vendor dhe deputet të opozitës, akte këto të dënuara në disa rezoluta ndërkombëtare. Partia Shtetës, siç shprehen raportet dhe rezolutat ndërkombëtare në Shqipëri, për të marrë mandat në 4, përdori të gjitha mjetet dhe burimet e shtetit dhe shndroi zgjedhjet në një farsë elektorale. Edi Rama përdor institucionet për të shtypur pluralizmin. Vendimet e gjykatës kushtetuese dhe gjykatave të tjera nuk zbatohen në rast se ato nuk pëlqehen nga qeveria dhe Edi Rama. Të drejtat kushtetuese të deputetëve të opozitës në parlament mohohen. Shqipëria është sot narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, prodhues kryesor, prodhues numër 1 i kanabisit në kontinent, degës shqiptare të karteleve më të fuqishme të drogës të Amerikës së Jugut, është provuar se janë të lidhura direkt me qeverinë aktuale dhe janë transportues kryesor dhe përcaktues të çmimit të kokainës në Europë. Për Partinë Demokratike Zgjedhjet e Lira, funksionimi i shtetit ligjor dhe lufta me zero tolerancë ndaj krimit dhe korrupsionit ka rëndësi vendimtare në procesin e integrimit të bazuar në meritë të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, shtylla kryesore këto të programit të partisë. Faleminderit. Por sot është një ditë